Do lidhemi me Erhan Ballxhin nga Turqia. Ai ka lindur dhe është rritur atje në Turqi, por di shqip, ka mësuar shqip. Më pas kur ka mësuar shqip, ka dashur di diçka për historinë e shqiptarëve dhe më pas kanë krijuar një grup së bashku me disa tjerë protagonistë dhe këndojnë me Çifteli. Pra kanë një lloj lidhshmërie shpirtërore me Çiftelin. Ai përndryshe me profesion është farmacist, por bën për hobi dhe profesionin e këngëtarit. Për të sqaruar dhe strishën që qëndron poshtë, që është farmacist dhe këngëtar njëkohësisht. Erhan, besoj tani të kemi në linjë, përshëndetje fillimisht. Përshëndetje gjithve, përshëndetje nga Stambolli. Nga Stambolli I madh, apo jo? Po. Të ka marrë malli për Shkupin? Apo të bie? Për ditë, gjithkohë. Vërtet? Për çfarë të bie më shumë malli për Shkupin? Për çfarë? Për njerëzit, për ushqimet, për çka të bie malli? Sepse ti jetosh në Stamboll, që thuhet nëse bota do kishte një kryeqytet vetëm, ai do ishte Stambolli, aty të bie malli për Shkupin. Po, kallzojnë me fjalë se di, se ne gjetëm asnjë fjalë, e krejnë gjaki, se me pash vendimje, zëre, se breza ka kanë aty. Kjo është vërtet, se ka marrë malli, vërtet edhe për ditë folim, ato që jeton kusherin me telefon. Ke edhe shoqëri. Trupi është në Istanbul, po, trupi është në Istanbul, ama menja është vendimje, Maqedoni I Shkup, se na thonë. Shumë bukur. Po ti ke lindur atje, apo jo, me sa e di? Po, kam lindur në Istanbul, edhe rritur në Istanbul. Edhe mësove Shqipen, pak, se ko bona gabim palni, për para ka. Jo, shumë mirë, po flet Shqip, po të kuptojmë shumë, shumë mirë. Edhe, kër e mësove gjuhin, edhe fillojmë për para valën me lujt. E mësove valën, mas ende janistën me mësove muzikën. Një ditë kërë ndëgjove një kanke vjetër me Çifteli, atëre, si me thonë, dridhet pak zemrat, edhe e krejnë, I thajrin një njohur, si me thonë, edhe atëre u bone kësmet shkova Shkup, nëse kam një tezak, jetojnë Shkup, aja është mjeshtër e Çiftelis, Muamer Hasani është emnin. Muamer Hasani, ta kemi mysafir edhe Muamerit, që bëjmë një ftesë publike. Po, selam Muameri, se tezak kam Muamerit, edhe shkova kallzova këtë punën që e krej zemra, edhe ata shumë mirë erën, edhe një ditë shkova u bone kësmen në Kosovë, me vlejni Çifteli, se mjeshteret kanë aty. Edhe sefte, për para e hina një odë që kënojnë burat, ato kongë vjetra. Kur hungjna, kur janisnë ato me kënu kongat, edhe se di me të kalzojnë fjallat punët, edhe mbush sytë me lotë. Atëre unë. Atëre kuptova, thash, këtë punë du të me marrë dorë, paqara është këtë punë. Edhe e bleme Çifteli sharki, kër erdha në Istanbul, atë sharkin, se tezaku jam me grupin vetë që e kënojnë bashkë, e leva atë sharkin, thash, mere këtë sharkin, edhe unë e Çiftelin, thash, paqara dhe mësojnë këtë punë, edhe fillojmë, dhe jetojnë gjallë traditën këtu në Istanbul, se shumë shqiptarë ka, ama kena një problem asimilu. Sa janë atje? Takoni shpesh shqiptarë? Si flisni? Si komunikoni me ta? Komunikoni shqip apo turqisht? Bo shumë folen turqisht, se këtë gjuhin, si me thonë, këtë shqiptarë, thonë, për merak vjen këtë puna. Ne janë e kishte shumë merak zërë, e mësove. Edhe une, në Istanbul e kishte një kurs shqiptarë, edhe une shkova një vjetë kurs se me mësuj pak gramatik, me kënu edhe me shkru pak. Një vetë shkova, edhe atëre më mirë, du të me janis me pol. Edhe më sende janis në muzikën, ato keni me grupin kene shumë merak ato kangat vjetra, kang patriotike, atë me thonë. Edhe kër janisën me kënu ato kangat, edhe ato bona se dhe pak me mësu gjuhën më mirë, edhe kuptojnë më mirë, edhe historinë e shqiptaris. Tani kur takoni bashkë, këndoni shumë shpesh këngë me Çifteli, apo? Kush jeni ju grupi? A mund të përshkruash djemët që janë aty, kush janë nga janë, se ato e di që janë shqiptar? Grupi po 4 vetë jemi une jam Erhan Ballxhin, janë është Gjian Vatansever emrin, një shokë jam është Hamit Çalışkan, edhe një shokë është Yasin Vatansever, ato ketë sikurun ka lind Istanbul edhe ka rritur Istanbul. Ama janë të Maqedonis? Po, Shkupit janë. Shkupit një Kumanovës?
Leç Jasini, a shoku jam është Pikomanovës. Po. Tre vet janë Shkupit, një shoku jam është Pikomanovës. E din çka më vjen interesant se ka shqiptarë që jetojnë këtu në Shkup dhe që kanë haruar shqipen, duke folur turqisht, po për ju më vjen interesant që jetoni në Turqi dhe keni mësuar shqipen prej fillimi. Valla, kitë muna e di me të kallzojmë shtaj shqipë si me thonë, njeri ku ka konë larkë, vedlindje, zare më shumë e krejnë gjake. Atë pas ka bo se bezere, që është të kujtoj mune? Eran, tani besoj që ju do merreni pak më seriozisht me muzikën. Cilat këngë i këndoni më shpesh me grupën, se më tregove një histori që e keni kënduar atë këngën Kreshtat e Kosovës dikund. Po, ato i thash për para, më shumë kanga patriotike edhe vjetra kene mëra. Kreshtat e Kosovës, Dret Prizrenit, Animo i Shqipnis. Krejt patriotike. Po, këtë patriotike. Njanit kur dun, ato i thonë kanga gostivarit më shumë konë, kanga arshikve. Kanga Hasimes, po. Edhe pak ato kënojnë. Shumë bukur. Ato kanga vjetra. A i kuptoni krejt fjalët që i këndoni? 100% jo, kallzojmë drejtë. 100% jo, nuk kuptojmë, ama... Indjeni, kjo ka rëndësi. Si me thonë, vesha nuk kuptojnë, ama zemra si kur kuptojnë bashkëmirë. Shumë bukur e ke thonë. Shumë bukur e ke thonë. Tani planifikoni së shpejti të vini në Shkup, a keni ndonjë koncert me shoqërit kulturore artistike këtu, apo jo? Koncert si në bënë kësme, të ka konë Shkup, por hiq, ama me shok të u bënë ma bet, pas një mujzare, nuk e di bashkëmirë, bëna një program, du të me artë me shok në bashkë tage, me hesim pak, ose një studio me bajmë kanto originale agë në Shkup një studio, e kine një filan një program, inshallah kur bjeni, do takojnë kësme. Grupi më duket quhet Vëllezrit Karshjaka? Karshjaka, po. Karshjaka emnin ka vjen që ashtu kallzojmë, unë babaja jam është fshati Galdinsës, nëne jam është fshati Paligratit. Një shoki jem, aji Tezako është edhe, aja është fshati Paligratit, a një tjetër shoki jem, Amiti, aja është katuni piti Gavesis, i thonë. Ta katunat, Shkup, i thonë këtë vendin Karshjaka ka na emnin. Edhe si me thonë atë vendin Karshjaka, edhe në kur lipe një emër grupin, edhe kur mësove atë vendin i thonë Karshjaka, edhe thash bajnë Vëllezrit Karshjaka se këtë jemi në Karshjakës, edhe që ashtë e kalova emrin. Ama pas ka edhe një vend më tregove në Turqi që quhet Karshjaka? Po, edhe në Izmir ka një Karshjaka një vend, shteti, ato Turqelit përzin ka një Karshjaka, edhe me kitë punë se be përbona, edhe ne i thonë Shkup Karshjaka ka një vend, edhe bojnë pak reklam vendin. Erhan, edhe një diçka e bukur që ishte që ti vete ke mësuar qiftelim, prej fillimi, ja? Po, se në Turqi s'ka kërkush me mësuj, ose një kurs, ose një mësues me mësuj. Tezaku Muhammed Resani, që për ditë së nalone ratun e kur jemis në atere, e lipëm telefon, qoma ka disa video, riro pak kadal me mësuj me thonë gjisht ato në. Edhe YouTube e kishte kongat, e qile, kadal, kapak, e mësova që që pëstash. Mirë shkojnë. Ama edhe dëbojt ma mirë, inshallah. Po, pa tjetër. Besoj që do të mbani gjallë traditën. Qëfar tjetër mbani gjallë përveç këngës atje? Për shembull, çka mbani gjallë prej traditave shqiptare në përgjithësi? Edhe pse shumica e festave i kemi të përbashkëta, Bajramet. Po, Bajram, në Turqi, në Istanbul, ma shumë festime bajnë 28 nëntor. A bëni për 28 nëntor? Po, 28 nëntor bojnë, ato edhe komunat një mojnë, këto festimat, mirë shkojnë. Këtu desha të ndaljen pak të kjo komuna, do me thënë, autoritetet ju përkrahin për të organizuar këto gjëra, për të promovuar kulturën tuaj atje, këngët? Qëtash këto komunat ka shoqatat, edhe ma shumë ka në emrin Rumeli shoqata, si me thonë, shqiptar që veplenë. 28 nëntor edhe pavarësin e Kosovës, kur vjen atë data, edhe ata këtë bashkë morin vesht, edhe salon koncert, si me thonë, me koncert, edhe komunën i mojnë, ato komuna ma shumë kanë shqiptar, Zejtëmburna, komuna Zejtëmburnes, komuna Mesenerit, komuna Kyçük Çekmece i thonë.
Të shumë shqiptar ka, jetojnë shqiptar, edhe kontaktojnë me komunën, ato ndihmojnë edhe koncert mirë shkojnë, edhe ne shkojnë për traditën shqiptërit, edhe këngët popullore në ato shok kanë kënojnë, edhe valet ka. Tani, a jeni në diskutime sipër për të zgjeruar repertorin, sa këngë krejti interpretoni me grupën? Sa ko interpretoni kur uleni bashkë me Qiftelia? A keni mjaftueshëm sa për të bërë një koncert, për shembull? Veç ne nuk bëna koncert, ama kur ko programat, ose kur janë nisën programat për me kallëzojnë historinë e shqiptarisë, ose tradita shqiptarisë, shqiptar, asendej atëre i thajrin të grupin, kontaktojmë edhe shkojmë, bajmë me grupin atëre. Besoj që gjatë kohës që ke lexuar dhe ke kuptuar pak më shumë mbi historinë e popullit shqiptar, je ndalur diku që të zhduk interesant diçka që ke mësuar, që se ke ditur më herët edhe që të ka bërë përshtypje ta ndash me ne? Në Istanbula. Për historinë e shqiptarëve në përgjithësi, them kur ke mësu. Çka të zhduk interesant? Çka është interesant? Për shembull shpërnguljet mbas tërmetit. Mbas tërmetit që familja ku ka ardhur këtu në Istanbul. Po? Po, familja jem 1965 vitin kanë ardhur këtu. Mbas tërmetit që thonë atëre ku ka zove. Edhe ka jetuar këtu, do të më nis me punu në Istanbul. Edhe kur u bona rritur me familjen, ato pleq shqyqyr polshin shqip në shtëpi. Edhe u bona sebeb e mësuar ma shpesh, gjuhën. Edhe kur u bona 12-13 vjet, i parë shkova shkup, e pash. Edhe kur shkova atëre i parë, edhe minjerë zemra, trupi, edhe mendja si me thonë, e krejnë, kuptojnë. Mas ende mas atë dit janë isna ma shpesh shkojmë janë. Edhe takova ato kusherit, se shumë kusherit ka jetojnë. Shkojmë vjen shtaj teknologjia, se kër telefona, ma shumë kontaktojmë, ma shumë vjen haber. Pa kontakt nuk rrinë. Më intereson, besoj që shokët që i keni turqë atje, dëgjojnë shojnë Qiftelin, dëgjojnë këngët. Çfarë si ju duken atyre këngët që këndoni ju? Shtaj në Istanbul, ose Turqi, me thonë, sebeb ato kush kanë ardhur shqiptar ma herët, para 50, 60, 70 vjet, ose para 100 vjetve ko. Ato e din këngë ato shumë vjetra. Edhe kur shkoj me Qifteli Lipin, për shembull këngën e Regjës, këngën e Hasan Agës, se ato kanë bajnë mend, ato pleqt të më thonë. Edhe kur janë nisë në sefte, ato këngat Lipën ketë njerëz neve. Edhe ne me grupin u bojnë ma betatere, thash edhe ma shumë këngë ka, ma mirë këngët ka e ve, ama këto nuk e din. Edhe për atë sebeb janë isë në Red Prizrenin, Kreshtet e Kosovës, më Shqipnis, me kënum këtu, edhe mos harojnë me e dit. Ose ato të plejt, ose ato të rrit. Se ato të rrit ma shumë ka problem, se nuk e din traditën, nuk e din gjuhin, edhe këngat, kur me pa për shembull Qiftelin, atëherë u abitën ato triti thonë më shumë turqe, ne ka darë interesant bir saz i thonë. Edhe ne i thonë, jo, nuk është saz, kja është Qifteli. Qifteli, pa tjetër. Po, kja është simboli shqiptarit. Edhe flisin për shembull, kur me pon çuditin çka është kjo, edhe i thonë kja është flis, simboli shqiptarit. Edhe kënojmë, veç nuk është këngë, edhe kallëzojmë historinë. Kur shkojmë për shembull në poroda kur po mohabet, edhe kallëzojmë ata muhabetat, shqiptarit si rishin not, atëre si ka këndojnë, kur janë isin konga, muhabetin unal, pëngjojnë kongën, edhe këton me mësujmë, edhe këton, kur të bjem, shkojmë Shkup Kosovë, e mësojnë këto një orën, edhe kur të bjem në Istanbul, edhe kallëzojmë. Veç me edit traditën këto shqiptarë që kanë. Ki, që është e i thonë, kja është e morën dorë këtë luftin, se luft për asimilu. Veç mësarojnë traditën këto shqiptar,
se ka shqiptarët i thonë shumë mirë një fjalë ko gjalli nuk vajet ujë, shumë pëlqem atë fjalën une. Bravo. Këtë jemi shqiptar, edhe inshallah ato trit e shenë edhe marrin dorë brez pas brezë shkojnë këtë punë në Istanbul. Ç'është të duhet. Desha të pyes edhe për këngën, të cilën ne do ta dëgjojmë pas pak. Ju keni bërë një këngë me një inquzim profesional dhe keni kënduar aty së bashku edhe me një këngëtar që po ashtu ka historinë pak a shumë si ju. Shenolli. Po, i nderuar me gjithë Shenoll, po, edhe ai shoku jam, edhe ai ka lindur, ka rritur Istanbul. Familja me gjithë Shenolli kanë ardhur nga Gostivari. Po. Edhe një këngë të vjetra, do bona një ditë më vetë, edhe ai profesionalisht këngëtar është. Edhe shkova një ditë do bona më vetë, tash ta bojnë një këngë bashkë këngë një vjetër. Edhe një klip profesionalisht. E bona, mirë, edhe pëlqen shumë në Istanbul ato shqiptarë të jetojnë. Një kujtim, si me thonë, e bona, edhe e shlojnë në YouTube. Ne të falenderojmë shumë nëse ka mbetur diçka për të thënë për fund, diçka të veçantë, ndonjë histori që të ka ndodhur, që don të ndash me ne, që e kishe përgatitur prej më herët? Faleminderit prej ju që e gjeta Shokët ti përshëndesish se jam e bindur që do ta shohin këtë intervistë. Po, edhe ato i kine selam shumë, ne bona muhabbet, i thash une, kësmet kur të vim Shkup, inshallah bod kësmet, zatekëm, edhe aget bojmë një program, edhe kalzojmë bashkë historinë, edhe ato kalzojmë, edhe bojmë një muzik, inshallah, me që mira, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe i të falat të gjithë shqiptarëve që janë atje. Besoj që do të lidhim shumë prej tyre përmes teje, do na ndihmosh që t'i gjejmë një nga një dhe t'i sjellim sidomos në hapësirën e emisionit ton. Faleminderit shumë Erhan. Faleminderit prej juve. Mirupafshim. Mirupafshim,